Skandali me mishin me salmonel vijon të thellohet. Në Shqipëri ka hyrë 4516.75 kg fileto derri me salmonel. Subjekti importues i mishit është Frigo Alba me administrator Luania Zexhiu dhe Ledio Koka. Ora News bën me dije se AKU po tenton të fshehet destinacionin final të mishit me salmonel. Në një përgjigje nga ky institucion bëhet me dije se asgjësimi është kryer në datën 23 prill, ndërkohë që në datën 29 prill AKU shprehej se ky proces nuk ka përfunduar, por ndërkohë që AKU jep dy përgjigje të ndryshme për të njëjtën procedurë, AKM njofton zyrtarisht se subjekti Frigo Alba nuk ka bërë asnjë kërkesë për asgjësimin e mishit me salmonel. Inspektorët e mjedisit duhet të jenë prezent në këtë procedurë për të vërtetuar që mishi është asgjësuar, por ata nuk kanë dieni për këtë procedurë dhe zyrtarisht nuk ka prova se ky mish është asgjësuar. A mund të ketë përfunduar në treg ky lloj mishi? Ky nuk është një rast i veçuar, pasi vetëm së fundmi 17 fëmijë që frekuentonin kopshtin numër 1 publik në Gramsh rezultojnë të jenë të infektuar me salmonel, ndërsa 2 muaj më parë u zbulua një tjetër skandal me mishin e pulës me salmonel, pasi rreth 20 ton mish pule rezultoi të ishte futur në vendin ton, 15 prej të cilave janë konsumuar. Mishi u shpërnda në treg nga kompania Dimal dhe AMG Food.